Prandaj të nderuar xhamatli, jemi musliman të cilët nisim me kërkimfalje, zhvillohemi me kërkimfalje dhe i përfundojmë veprat me lejen e Zotit te bareke ve teala me kërkimfalje. Dhe kjo ishte nasihati, këshilla e pejgamberit alayhi salatu vesselam, edhe gjatë lutjeve të mëdha tona. Tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, Sayyidul istighfar, tha istighfari më i mirë, më i miri istighfar cili jo? Çfarë thot njeri kur e ban më të mirin istighfar? Kanë thënë dietarët, nëse e meditojnë më të mirin istighfar, çfarë gjejnë anta? Fillon njeriu me lavdru Zotin e vet, me i pranu gjunaat e veta, pastaj kërkon istighfar. Dhe këtë jeta është në Sayyidul istighfar. Çka është njeri? Njeri është ardhje e pa dëshiruar nga ana e vet. Ti se ke zgjedh, ti s'ki dëshirë në ardhjen tane, ti një ditë para ditëlindjes nuk e ke ditë, s'ke shtyp dikon hajde po vi, po ka qenë dëshirë Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj dush me ja njoft këtë begati Allahu Gjelle Gjelalu, se të ka prun këtë dunja, ta ka dhanë jetën, dhe pastaj me e pranu se ti e gabimtar, edhe në fund mi lip këti cilit ka prun dunja maghfirat, falje. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma e mira çka e thotë robi në istighfar cila: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, fjalën më të mirë çka e thotë robi në istighfar cila: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. O Allah, ti e Zoti jem, ti e Zoti jem. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. S'ka Zot që meriton adhurimin përveç teje. Khalaqtani wa ana abduk. Ti o Zot më ke kriju e unë jam një rob. Kjo është prania dhe konfirmimi se na jemi të vegjël. Nëse njeriu e te kalon këta, del në zullum, del në krim, del në gjuna dhe kufër. Nëse njeriu me plot qenjën e vet nuk thot Khalaqtani wa ana abduk, o Allah, ti më ke kriju mua, unë s'jam kanë hiç. Një smundje e vogël të rëzon, një kader i vogël të ka zonë kadrin, një bela e vogël të ka zonë kushije. Andaj mos t'i presim belat e Allahu Gjelle Gjelalu për me morë vesh sa të vogël jena për amadhështis Allahu te bareke ve teala. Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, më të mirën çka e thot robin istighfar është kur thot Khalaqtani wa ana abduk. O Allah, ti më ke kriju mua, ti më ke kriju mua, ti më ke nxjerrë në ekzistencë, kam qenë fare. Wa ana abduk, unë jam robi jot. Kjo është pranimi që ja ban robi Allahu te bareke ve teala. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. E këtu robi e pranon edhe mangësinë e vet, edhe paaftësinë e vet. Haki Allahut është shumë i madh. Shiko pejgamberi që vjen me të mësue, thot thuj Allahut: O Allah, unë do të munona me majt vijen e drejt, po pe pranoj pim fillim se smuj. Ana ala ahdike wa wa'dike mastata'at. Unë do të munona me nejt gjadës islamit vi, do të munona me nejt punëve të mira vi, do të munona me smi shkel haramet e tua maksimumin tem. Mastata'atu. Pastaj ka thonë, sa të kem mundësi. Pse sa të kem mundësi? Se na peshov na këtë mundësi. Peshov na këtë mundësi të e dit haramin që shpebojna, peshov na të e dit obligimin që shpebojna, peshov na shumë prej veprave pedina se Allah na i ka obligu, na pedina se kena ardhë mysafir në këtë dunja, me gjitha ta po kom ngull në këtë dunja, e pekshyrë na pak si me bishqinin ahiretin. Për çfarë arsye? Se na jena dobët, na jena dopt. Andaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le thoje mastata'tu, shfaqsoju pin fillim, o Allah, sa të kam mundësi. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, a'udhu bika min sharri ma sana'tu. O Allah, ma mundso që të ruhem, të mbrohem nga sherri punëve që ka i kam bëhone. Këtë sherri që ka zbrit në dunja, o sherri punëve tona.
Ke keqa shazbin ke dunja, është qerri punëve tona, me çka largohet? Astaghfiruke, kërkoj falje për te o Allah. Shiko, krejt cilët e istighfari. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ebu uleke bi ni'metike aleje, o Allah, thuaj kështu, pe pranoj se çka ka do një të mirë që unë e gëzoj, Ebu u, po kthejna dhe pe pranoj se ti ma ke dharë. Çka do? Dhe njerëz duke pranojnë, kam punu, thotone, jam munuën e kush munohet ka. Jo vallaj, nuk ka kush munohet ka. Se lopas munohet edhe ka, hajvani s'munohet edhe ka, edhe sa budala s'munohet po ka, sa i meqmi s'ka, sa i devotshmi s'ka. Andaj kush munohet edhe ka. Kjo a palavra e komunistave. E ajo e cila është e drejta, cila Ebu uleke bi ni'metik, o Allah, çdo të mirë ma ke dhënë ti. Kur ta pish ujë, thuj elhamdulillah, dhe thuj pastaj astaghfirullah, sepse ti të shfrytzuar një nimet pa kur far dore tanën aty. Thuj, o Allah, unë e pe pranoj që kjo është e jotja, ti e ke zbrit, unë pe përdori. E kur ta përdor është disa ndush me thanë, e jotja është, o Allah, s'është e imja. Ta pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ebu u bi dhanbi faghfirli, edhe në fund, o Allah, kthena dhe e pranoj se kam gjunahe. Pe pranoj gjunahin tem. Dhe këtu pe pranoj gjunahin tem, është pe pranoj faktin e qenjes ti me njerëzore gjunaqar. Jo një gjuna. Pe pranoj, o Allah, se gjuna bajna të dit. Une bajna të dit të ti gjuna. Ka të cilna jam të këshirë haram, ka të cilna se jam të skryt e tirat, ka të cilna jena të hangër në mezeti, jena të grinë, ka të cilna, o Zot, nuk jam të mujt me që urdhin të në vend. Ebu u bi dhembi, pe pranoj gjunahin tem, faghfirli, falma, o Allah. E kjo faghfirli është istighfari. Faghfirli, ma fal. Astaghfiruke, ma fal. Kërkom prej Allahu te bareke ve teala, me ja fal. Pastaj çfarë ka thënë? Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Sepse, o Zot, gjunat e mia s'm mi fal kur kush përveç Allahu xhelel xhelal. Përveç teje. Mos gabo me mendu as një sekund se ti kur bash mirë me njerëzit, je bo mirë me Allahun. Dhe ana sjelltas. Se shumë për njerëzve ngatrojnë këtë mesele. Thotë unë s'kam punë me kërkan, me këti kam punë mirë. Apo ana sjelltas, kur i dalin probleme me njerëzi për shkak devotshmërisë së tina, çfarë mendon njeri dhe i vjen prej shejtanit se ti njeri keq, ti me doj njerëzit. Po kush janë njerëzit? Cilat janë ata njerëz që kur je mirë me ta, je mirë me Allahun, dhe kur si je mirë me ta, si je mirë me Allahun? Kanë ndek ata. Ata kanë ndek. Ka qenë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, nëse ka qenë i knasë me ty e si musliman, ke mujt me shpresu të Allahu xhelel xhelalu. Pa ata kanë ndek. E që ka met? Ka met vepra jote. Ka met vepra jote me matë me ta. Ka met devotshmëria, ka met kërkim falja, ka met me dit binshëm se nuk i falë gjunat përveç Allahu te bareke ve teala. Rri me kandush, ti e aj që ka punon. Shoqërohu me kandush, ti nuk je aj që ka rri me ta. Edhe nëse ata janë Ebu Bekri dhe Omeri, se kanë nejt me Ebu Bekri dhe Omerin, njerë që janë bo mas disa ditve qafira, e kanë mohu Allahu xhelluala. Kjo çka argumenton? Se na nuk jemi pos asaj çka ne veprojmë. Andaj tha Allahu xhelluala, qul i'malu fa sayara Allahu amalakum. Thua jo Muhammed, ju punoni, Allahu e sheh punën e juve. Ne kemi obligim me pranue se ne nuk jemi tjetër pos një kërkim falje te Allahu te bareke ve teala. Nuk i fal gjunat përveç teje, ya Rabb. Kjo është istighfari. E jeta njeriu të shket kjo. Fillimi jo me pranu se kini Zot, ki hak ndaj tina, me e pranu se të mirat vinë veç pitina, me e pranu se ti së një del hakësh ati kur, dhe ketë mëzdalje hakësh me e kurërzu, me istighfar të vazhdushëm, si kur që e buhora, bande istighfar 12.000 herë në dit, 12.000 herë në dit. Edhe kur u pyetshin se çka jetu bahe, thonë të unë e baj istighfar sa e meritoj mula, sa e meritoj mu pastru. Qa është thamë astaghfirullah? E na sa du të me thanë astaghfirullah gjatë ditës? Allahu na falë, ja Rabbel Alemin. Kanë gjerë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi
nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an. Dëgjoj këtë hadith dhe shikoje cili personalitet bëhet fjalë dhe çka e ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa ka vlerë istighfari te Allahu xhel xelalu. Sikur që e përmendën ligjëratën e kaluar se Nuhi alayhi salatu wassalam i ka këshilluar popullin e vet me u kthi istighfarit, se istighfari shpëton prej punëve. Ka nxjerr Imam Buhariu nga Abdullah ibn Amri dhe Imam Muslimi se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve është taku me Abu Bakr as-Siddiqun dhe ja ka drejtu një pyetje Abu Bakr as-Siddiqu. Abu Bakr as-Siddiqu o xhenetlia i dytë i këtij ummetit. Ki parasysh, xhenetlia i dytë pas Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Çai ka thënë Abu Bakri, ka thënë ja Rasulullah, po du me më mësuni dua që ta baj namazin tem. Po du ti mu prak ma special. Mësoma një dua ta baj namazin tem. Kush pe vet? Ebu Bekër as-Siddiku. Kush pi përgjigjet? Muhammed Mustafaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe zakonisht njerëzit kur i lexojnë këto hadithe dhe dietarët gjithashtu presin se ka më ardhur diçka e madhe. Ka më ardhur diçka e jashtëzakonshme. Ka më ardhur diçka pejgamberi ka mi kallzu Ebu Bekrit, çka se ka kallzu kurkujna. Dhe dietarët çfarë thonë? Nëse e çmontojmë këtë duajën që ka dhënë pejgamberi Ebu Bekr as-Siddiqut është krejt istighfar. Krejt istighfar. Pra njeriu mendon se ka mi dhënë diçka e cila ati do të jetë privilegj, por ja ka dhënë, ajo ka qenë privilegj për ta, por nëse e merr dhe analizon, ajo ka qenë diçka e cila na ka kallzuar Allahu në Kur'an, po pejgamberi e ka thurr duajën në një formë pak më stolisur dhe më të bukur. Çka i ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam? Çka më thanë Abu Bekri dhe kush po lutet? Një njeri i cili e zbrazi shpinën e vet pi sadakajës. Derisa i tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, ja Abu Bekr, o Abu Bekr, a ju ke lanë mërë diçka familjes tane? Kitë parë di pas ke pru këtu. Çka i tha Abu Bekr as-Siddiqu? Tha po ja Rasulullah, ja u kum lanë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka shpras kitë parë të shtëpisë që i ka pas. Kitë malli e ka dorëzu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka thënë na merre. Edhe Allahu xhelal ka zbrit ajete i cili e parën me zan pozitën të Allahu xhelalu dhe e ka zanat pozit radhiyallahu anhu wa arda. Çka i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I ka thënë o Abu Bekr, thuaj kështu: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Thuaj o Allah, unë i kum bë zullum vetes shumë. Ana këti kena bë zullum vetes shumë. Po pse pi thotë Abu Bekrit? Se edhe Abu Bekri o rob, edhe Abu Bekri o njeri, edhe Abu Bekri ka nevojë me fal Allahu xhelle xhelaluhu. Tha thuaj o Allah, unë kum bë zullum vetes shumë. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. E gjunat sën mi fal kur kush përveç teje. Kush ti fal gjunat? As Gjebraili sën ti fal, as Muhammed a.s. sën ti fal. A na i merë në menja neve dë njëherë se na i fal njeri? Gjebraili sën ti fal, Muhammed a.s. sën ti fal, Maliki, kujdestari xhenemit sën ti fal. Dhe neve na mashtron shejtani se e kam babën hoxh, vavin hoxh, djalën e migjes hoxh. Palavra. E kam dostin hoxh. Këto janë palavra. Këto janë me na fry shejtani dhe me lujt me neve. Lusmi Allahun, Allahut na ban serioz ja Rabbel Alamin. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, thuaj o Abu Bekr, gjunat nuk i falo Allah s'kush përveç teje. Faghfirli maghfiratan min indik. Ma fal me një të fal me prej anës tane. Ma fal me një të fal me prej anës tane dhe më mëshira, sepse me të vërtet je ai i cili fal gjunahe edhe je i mëshirshëm. Kjo është istighfari të ndëruar xhamatli. Sayyidul istighfar, më i miri istighfar, çka e përmendi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe tjetra, sayyidun nas, njerit më të mirë çka e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja ka mësuar duajën. Çka i ka thonë? Ki duajën merre, analizoje. Çka del aty? Falem. Pra këtë Islami ka ardhur me na fal Allahu xhelel xhelalu. Andaj na falemi për me na fal. Andaj edhe thojna mu fal. Me fal namazin. Për çfarë falim? Me na fal Allahu xhelel xhelalu.
Me na falë Allahu te bareke ve teala. Pse japim zeqat? Me na falë Allahu xhel xhelalu. Pse agjerojnë Allahu na mundsot me mri Ramazanin? Për çfarë agjerojmë? Me na falë Allahu xhel xhelalu. Pse shkojmë në haxh? A shkojmë për biznes? A shkojmë për fotografi? A shkojmë për me u incizu atje? Jo, shkojna për me na falë Allahu xhel xhelalu. Leni këto çka bojnë foto. Leni këto çka janë dallëdisma të fotografive. Atje shkohet me çu durt ka Allahu xhel xhelalu, më thon, ja Rab gjunat falmi. Ka thënë alayhi salatu selam, haxhi pranuar o xheneti Allahu xhelalu ala. E në të na çka u ka bë? Haxhi dhe umre e pranuar, Facebook popularitet. Allahu na fal, ja Rabbel alamin. Elusmi Allahu xhelalu xhelal që Zoti on te bareke ve teala të gjitha